Kreu i Ministrisë së Brendshme Sajmir Tahiri i bëri me dije drejtorit për zgjerimin e Bashkimit Evropian Christian Danielson se është në përfundim puna për krijimin e byros kombëtare të hetimit. Ka përfunduar faza e arkitekturës së byros kombëtare të hetimit, përfshirë këtu strukturën, burimet njerëzore, kapacitetet, kompetencat dhe natyrën ose thelbin e hetimeve që do të zhvillojë byroja kombëtare e hetimit, duke e siguruar se standardi i hetimeve dhe i ndëshkueshmërisë për veprat penale që do të mbulojë byroja kombëtare e hetimit do të jetë shumë herë më i lartë. Pas takimit me zyrtarin e Brukselit, Tahiri deklaroi se qeveria shqiptare është thellësisht e angazhuar për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Në fjalën e tij, Danielson tha se dhjetorin e kaluar shtetet anëtare të BE-s bën një gjë të qartë që e ardhmja europiane do të varet nga aftësia e Shqipërisë për të siguruar që ka një shtetës së drejtës, por edhe të qëndrueshëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Më lejoni që të theksoj që lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit janë kërkesa thelbësore për progresin e Shqipërisë në integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Drejtori për zgjerimin e Bashkimit Evropian gjithashtu bëri të ditur se takimi me ministrin Tahiri është i rëndësishëm edhe për raportin që do të dorëzohet javën që vjen. Ky takim ka qenë i rëndësishëm edhe duke marrë parasysh raportin që ne do të dorëzojmë javën që vjen. Kjo ka të bëjë me të gjitha ato me vazhdimsinë apo qëndrueshmërinë e punës dhe luftës që është bërë kundër krimit të organizuar, korrupsionit, por natyrisht edhe për punën e reformën në gjyqësor.